Lidhja Demokratike e Kosovës ka mbajtur të bëjë me qytetarë në komunën e Podujevës, ku edhe ka prezantuar programin qeverisës, për të cilin program u tha se do të ndryshoj komunën në krye me kandidatin për kryetar Ekrem Hyseni. Kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku tha se LDK do të rikthehet në llap, derisa Hysenin e quajti njeri të fjalës dhe punës me dinitet. Ekremi është njeri i Podujevës, është birë i këtij qyteti, është njeri i ndershëm, pasi gjithashtu i përkushtuar, i gatshëm të marrë përgjegjësi. Ai nuk e sheh politikën si privilegj, por si shërbim. Ai nuk e sheh pushtetin si mundësi për përfitim, por si mundësi për dhënë kontribut. Ai nuk premton gjëra të pamundura, por jep fjalën për gjëra të arritshme dhe fjalën e tij të dashur qytetar Ekremi Mbani. Po fitojmë sepse nuk shojmë, nuk vjedhim, nuk godasim qytetar. Ne nuk trajtojmë vlera, ne nuk përdorim goditjet e ulta, ne jemi faqebardh. Siç na mëson LDK-ja, ju përballeni faqebardh. Siç na mëson LDK-ja, ju sfidojnë faqebardh. Siç na mëson LDK-ja, do t'i mundim me dyrat e tona faqebardh. Kandidati i LDK-s për kryetar të Podujevës, Ekrem Hyseni, tha se me përkrahjen e qytetarëve do ta bëjnë ndryshimin e kësaj komune. Në Podujevë po nis ndryshimi e transformimi i Podujevës sonë. Ky ndryshim e transformim po e nisniu sepse jehon e fitore së lidhjes demokratike të Ibrahim Rrugovës po ndihet sonte nga këtu në çdo shtëpi, në çdo rrugë, në çdo fshat. Po ashtu, Hyseni tha se në program ka projekte të cilat sipas tij do ta ndryshojnë jetën e qytetarëve të Podujevës. Ne kemi plane konkrete, prandaj sonte këtu para jush jap zotimin se do të zgjidhim problemin e ujit të pijes njëherë për gjithmonë. Do të bëjmë grotorën e qytetit. Do të transformojmë këtë sheshin e Dëshmorit, Alajeti. Do të bëjmë parkingun në Doksor edhe parkun. Do të bëjmë mësimin tërditor. Do të mbështesim të gjithë studentët me bursa. E bujqetan nuk do të paguajnë më participim prej 30%, sepse kemi nevojë për ta dhe për të gjithë ju. Do të bëjmë dhe do të rikthejmë spitalin e Podujevës, sepse këto janë vetëm disa nga projektet tona prioritare. Po ju jap fjalën sonte se unë nuk vi pas 4 vitësh të kërkoj votë tek ju, nëse nuk i realizoj të gjitha këto që sonte i premtoj para jush. Në këtë tubim, kandidati Ekrem Hyseni prezantoi edhe kandidatët për kuvend komunal nga radhët e LDK-s në Podujevë. Aleanca për Altmërinë e Kosovës e ka mbajtur tubimin për mbylljes në komunën e Rahovecit, ku ka kërkuar mbështetje edhe për një mandat për kandidatin e kësaj partie për kryetar Smaj Latifi. Drejtues të AAK-s thanë se me Latifi në krye të Rahovecit, kjo komunë do të zhvillohet edhe më shumë. Janë një zhvyshëm, janë ndershëm, përgjithshëm, po edhe njohës të planit qeverisës të kryetarit tonë, Smaj Latifit, pra janë ata që e garantojnë këtë plan. Smajli ka bërë disa zhvillime që gati janë revolucion. Është i pari që e ka pasërritur buxhetin për bujqësi nga tyrat vetanake, buxhetin e komunës në 1 milion. Pra ka qenë diçka e re. Askush ka buxhu deri në atë kohë me vepru ashtu. Ka qenë njeri i parë, kryetari i parë i komunës, që ka ndajë shumë tyra vetanake, buxhet të komunës vet për bujqësi. Kandidati AAK-s për kryetar të Rahovecit, Smaj Latifi, tha se ka program të qartë për këtë komunë, duke thënë se në mandatin e ardhshëm do të ketë në fokus përmirësimin e infrastrukturës, shëndetësisë, por edhe kujdesin social. Ne jemi këtu që të mbështesim, jemi dorë zgjatur e ndihmës për ata qytetarë kreativ e punëtor, të palosur, që kanë ide për pushtim, për punë, për krijim, për prodhim e për shërbim. Nga bujqit e fermerët, nga punëtorët e sipërmarrësit, të rinjtë të reja, gratë e vajzat, mjekët e mësuesit, artistët e inovatorët, fëmijët e të moshuarit, për secilin kategori kemi një plan të qartë, kemi një plan me mosa dhe veprime konkrete, adekuate, që do t'i ndërmarrin për t'i mbështetur në përpjekjet e tyre për zhvillim, aftësim, punësim e mirëqenie më të lartë.
Në programin e Latifit për AOVEC-in, parashihen edhe modernizimi i bujqësisë e subvencionim të bujqëve, si dhe përkraja e bizneseve lokale. Lëvizjave të vendosje ka mbajtur tubimin elektoral përmbyllës në komunën e Kamenicës, ku kërkoi votën e qytetarëve për të qeverisur edhe për një mandat me këtë komunë. Drejtues të kësaj partie dhe kandidati për kryetar Katri Rahimaj u shprehën të bindur se vetëvendosja do të qeverisë sërish me Kamenicën. Projekti kryesor i mandatit të ardhshëm është rruga me 4 korsi Kamenicë autostradë. Një korridor i ri ekonomik që nxjerr komunën nga izolimi dhe hap rrugën për investime, turizëm e tregti për një hov zhvillimor çfarë ka qenë i papar më herët. Për ndërmarrësin që kemi arrit cilësinë e produktit si rezultati i mbështetjes sonë me grante, prandaj Kamenica është një qytet, është një familje. Dhe për familjen ne punojmë pa orar. Vetëvendosja thasin në qeverisjen e saj, Kamenica do të ndjej investimet teksa u shprehen të bindur se më 12 tetor, fitoria në Kamenicë do të jetë e thellë dhe e sigurt. Lëvizja vetëvendosje ka mbajtur tubimin përmbyllës edhe në komunën e Gjilanit. Nga atje kryetari Albin Kurti dhe kandidati i kësaj partie për kryetar të Gjilanit Alban Hyseni kanë premtuar investime e mirëqenie për banorët e Gjilanit, duke kërkuar besimin e tyre në zgjedhjet e 12 tetorit. Në Gjilan do të vazhdoj me projekte që prekin jetën e qytetarëve në mënyrë reale, duke i dhënë prioritet arsimit, zhvillimit ekonomik, punësimit të më tutjeshëm dhe mirëqenies për familjet. Më pas projekti për ujërin e Pijes, i cili është 15 milion euro investim, do të reduktoj humbjen e do të përmirësoj furnizimin. Dhe në fund është bulevardi i qytetit, sepse siç është dëshmuar shumë herë, në Gjilan për vetëvendosje nuk mjaftojnë shëtitoret e vogla, por duhen sheshe të mëdha bulevardet e gjera. Hyseni premtoi edhe mbështetje sociale për gratë lehona, fëmijët me nevoja të veçanta dhe pensionistët. Partia Demokratike e Kosovës e ka përmbyllur fushatën zgjedhore në Ferizaj me bindjen se me Agim Aliu në krye, PDK do të udhëheq edhe për një mandat të ri në këtë komunë. Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi tha se Ferizaj është shembulli më i mirë i qeverisjes së përgjithshme dhe zhvillimore që ka sjellë kjo parti. Ai theksoi se puna dhe rezultatet e deritanishme të Agim Aliut janë garanci për vazhdimsinë e qeverisjes së PDK-s në Ferizaj. Ferizaj nuk e nje pushimin sepse është qyteti që udhëheq Kosovën me punë. Dhe ju, gjithë që janë i prezent këtu sonde, por edhe të tjerët që janë për shtëpije duke në ndjek, duhet janë i vërtet krenar me qytetin tuaj. Sepse ky qytet është bërë simboli i zhvillimit, i transformimit dhe i dinitetit qytetar, por edhe i punës. Dhe ky vizion, ky ritëm, kjo energji e ka vetëm një emër, cilin emër? Agim Aliu. E kandidati PDK-s për kryetar të Ferizajt Agim Aliu kërkoi mbështetjen e qytetarëve për të shuar përpara projektet që kanë nisur. Jemi gati për detyrat, për faqet e reja që do t'i shkruajmë bashkë në librin e historisë, se si një qytet ngrihet krenar e sukses plot çdo ditë, për horizontet e shtigjet e reja që bashkë do t'i qelim për Ferizajin, për ta ngjitur akoma më lart në majën e sukseseve, në një dimension krejt të ri, modern e të zhvilluar, model e frymëzim për të tjerët, ritëm që nuk nje stagnimin, por jep jetë e ngrit shtatin e zhvillimit. PDK prezentoi edhe listën e kandidatëve për kuvend komunal të Ferizajt, duke theksuar se ekipi përbëhet nga profesionistë të fushave të ndryshme që synojnë të çojnë përpara vizionin e kësaj partie për zhvillimin e Ferizajt.